Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man walah. Prej haditheve që ka përmend Nevawiu rahimallahu në librin e tij Riyadhus Salihin, kopshti të devotshmeve në kapitullin e pendimit, është edhe hadithi e Abdullah ibn Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, që përcjell nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thënë se inna Allah azza wa jall yaqbalu tawbat al-abd ma lam yughargir. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allah azza wa jall e pranon pendimin e robët përderisa shpirti i tij nuk ka arritur në fyt, do të thonë derisa nuk arrit në momentet e vdekjes. Edhe ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon për kufirin deri kur ka vakt ose deri kur ka kohë taubeja. E që është të njeriu mundet me u pendu tek Allah azza wa jall. Ka kohë me u pendu tek Allah azza wa jall deri në momentin e vdekjes. Në qoftë se vije momenti i vdekjes, atëherë nuk ka kohë për të. Ka përfunduar çështja e tij. Shumë njerëz e keq kuptojnë këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ky hadith mundet me u lexuar në një farë këndvështrimi si shpresdhënës. Dhe ashtu është. Mirë po në një aspekt tjetër është edhe kërcënues. Për arsye se kërkosh për neve nuk e din se kur është momenti i vdekjes. Unë më thon këtë moment pas 5 minuta, 10 minuta. Më thon kjo hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa dha ajeti kuranor që është përmendur në këtë kontekst. Më thon inna at-tawbatu ala Allah lil ladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qaribin fa ulaika 'asa Allahu an yatuba alaihim. Inna at-tawbatu, më thon tauba është për ata të cilët kanë bëjë gjëra, pastaj kthehen shpejt. Këta janë që ju pranon Allah azza wa jall pendimin e tyre. Do thonë kthehen shpejt. Kthehen shpejt për arsye se janë të bindur që vdekja është shumë e afërt për njeriu. Shumë për njerëz sot sa përket vdekjes vetëm e din atë aspektin teorik që kanë me vdek. Kur është njeriu në moshë të re, atëherë gjithmonë e thot vetë se bismillah, kam vakt edhe një 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet. Por shpesh na gjejmë njerëz të ndryshëm, edhe pe trive, edhe pe atyre të cilët janë më të shtynë në moshë, të cilët sot kanë qenë me neve, mirë po pas një periudhe të caktuar, pas një periudhe shkurt ka vdek. Qoftë nga pika në tru ose smundje të ndryshme, qoftë duke pësuar aksident. Ai i cili është i bindur që vdekja është shumë afër, atëherë e kupton mirë këtë hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është nxitës që me e shpejtu tauben, jo me e zvarrit. Jo me zvarrit tauben. Mirë po është, domethënë për atyre të cilët e kupton se taubeja planohet mirë, po përderisa unë nuk e di se kur kam me vdek. Ka moment, ka mundësi me vdek në këtë moment, ka mundësi me dalë edhe më godit kerri vetura, më godit ose me pas ndonjë infart ose diçka, çfarë do qoftë ai sebeb i cili e shkakton vdekjen, atëherë ky person pra për të ky është hadith i frikshëm. Përderisa për njerëzit e tjerë, të cilët gjithmonë mendojnë tash se vdekja është e larg për ta, atëherë gjithmonë është edhe është një hadith shpresdhënës. Pra në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përcaktuar se ka tregu kufirin kohor deri kur pranohet taubeja, që është deri në momentin e vdekjes, edhe pse këtu ka ardhur shprehja yughargir, pe gargara. Edhe në shqipe përdoret kjo shprehje, gargara, domethënë shpërlarja e gojës duke futur ujë në thellë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përgjasur agoninë e vdekjes, momentet e vdekjes me gargara, për arsye se njeriu domethënë i vjen shpirti deri afër fytit, është gati të dalë shpirti i tij, sikurse domethënë një njeri i cili është duke bërë gargara. Domethënë duke bërë gargarën e fytit, shpërlarjen e fytit, pra sikurse kjo ja kujton, kjo shprehje ja kujton atina se sa afër është vdekja, që gati shpirti ka ardhur te fyti dhe po don me dal. Hadithi tjetër i radhës është hadithi i Zir ibn Hubeish, një prej tabinëve, i cili ka qenë një prej nxënësve të sahabive të ndryshëm. Zir ibn Hubeishi përmendet në këtë hadith, që cilin e transmeton Imam Tirmidhiu në librin e tij El-Jami', عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عسال أسأله عن المسح على الخفين فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم
ابتغاء العلم فقال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت إنه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيء؟ فقال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. Ky hadith është pak një hadith I gjatë dhe disa mund më u çudit pse ka përmend Newawiu në kapitullin e pendimit kur flet për meshun fërkimin mbi meste. Domethënë fërkimin mbi meste me dorë të lagur. Mirë po qëllimi është me atë pjesën e fundit të hadithit që do të vjen. Po ne do ta sharojmë, do ta komentojmë këtë pjesën e parë të hadithit, pastaj edhe pjesën e fundit. Transmetohet pra nga Zir ibn Hubeish, që ka qenë njëri prej tabinëve, thotë se shkova te Safwan ibn Hassali, një prej sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, I cili kishte marrë pjesë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në 12 betejë. Ishte një sahabi I nderuar I njohur, edhe pse tek ne nuk është edhe aq I njohur me këtë emër, mirë po në librat e biografive të sahabëve është emër I njohur. Thotë erdha te Safwan ibn Hassali për me pyet rreth meshut mbi meste. Edhe ai më tha, çka të ka sjell ty? Çka erdhe te on? Pse erdhe tek on? I thash ibtigau el ilm. Erdha për me kërku dije. Atëra thatë më përgëzoi. Edhe më tregoi se cila është vlera e kërkimit të dijes. Më tha me të vërtet angjët I ulin flatërat e tyre, krahët e tyre për kërkuesin e dijes, duke qenë të kënaqur me atë që ai kërkon prej dijes. Më thonë edhe ka ardhur në një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se me lajket duke për shkak të nderit të madh dhe respektit të madh për kërkuesin e dijes I ulin flatërat e tyre. I ulin flatërat e tyre për me nderu këtë kërkuesin e dijes. Kjo tregon edhe për vlerën e dijes. Vlera, domethënë dija, ditoria fetare, këto është për qëllim ditoria fetare. Ditoria e cila është trashëgimi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është ditoria e cila domethënë ka të bëjë me ata se çka ka thënë Allah azza wa jall, çka ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dispozita që nxjerrin pe Kur'anit dhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo çka është për qëllim me fjalën dija në këtë kontekst edhe në shumicën e teksteve që kanë ardhur. Dhe dija ka vlerë të madhe, mirë po sa I përket hukmit të kërkimit të dijes, dietarët kanë thënë se ditoria, kërkimi I ditorisë është mund me ndodhë në 2 grupe ose në 2 kategori. Një kategori është që është vajib, kërkimi I saj, dhe një kategori që nuk është vajib, mirë po është farz kifaje, farz kolektiv, obligim kolektiv, që nëse dikush merr dije, atëherë bjen obligimi nga të tjerat. Mirë po cila lloj e dijes është që është vajib. Ajo lloj është vajib, ajo lloj e dijeje e cila ka të bëjë me gjërat elementare që duhet me ditë secili prej muslimanëve dhe muslimanëve. Që ka të bëjë me tauhidin, me njësimin Allahut azza wa jall, me besimin Allahut azza wa jall, me kushtet e imanit, me ata që bien dash me ditë shirkun, në vije të trasha. Po ashtu me abdesin, si merret abdesi, si falet namazin, në vije të trasha, po ashtu edhe si agjerohet Ramazani, pastaj ai I cili ka pasuri duhet me ditë disa për rregulla elementare të zakatit, ai I cili merret në biznes duhet me ditë edhe rregullat e shitblerjes. Rregullat elementare që mos marron kamat, ose mos me I bë disa gjëra të ndaluara. Këto janë ato çështje të cilat konsiderohet mësimi I tyre vajib. Domethënë pa të cilat njeriu nuk është I arsye, domethënë nuk është I shfaqsuar te Allah azza wa jall, se duhet me ditë gjithsesi. Mirë po pjesa tjetër, thellimi argumentet e disa çështje dytësore, ato janë që janë konsideruar farz kolektiv ose farz ose obligim kolektiv, farz kifaje që quhet. Thash, kom ardhur me kërku dije dhe më ja tregoj këtë çështje që ka të bëjë me atë vlerën e dijes dhe kërkuesit të dijes. Atëherë thot Zirri, I thash Safwan ibn Hassali, thot diçka më ka shqetësuar në zemrën time rreth meshut mbi mese. Sa I përket meshut mbi mese, pas kryesë nevojës së madhe dhe pas urinimit. Domethënë
Kjo është po ashtu një argument se ai njeriu I cili ka diçka të paqartë ose diçka ka ndëgju, mirë po ka hi ndonjë farë dyshimi ose diçka, duhet gjithsesi me shku tek dietari, tek ai I cili është I denjë për me dhon fetvon, edhe me ja kallëzu atina atë çështje në mënyrë që me qartësu këtë çështje të paqartë. Dhe ky ka shku te Safani sepse ka pas një farë lloj shqetësimi, një farë lloj dyshimi, një farë lloj lëkundje, një farë lloj shqetësimi me sa përket mesut mbi mes të sidomos pas kryerjes së nevojës dhe pas urinimit. E thatë ti ke qenë pe I shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me thënë këtu është ajo vlera që e kanë ditë tabendit për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se ti e me thënë kon pe shokëve të pejgamberit alaihi salam, edhe ki dije, edhe ki vlerë kështu me radhë, a ke dëgjuar thot diçka pejgamberi alaihi salam duke përmend përmes humbi meste? Po. Atëherë thot e ka tregu hadithin I njoftër, I cili përmban shumë prej dispozitave të mesut mbi meste. E ky hadith në këtë hadith qëndron se thot na urdhëronte. Këtu ka ardhur emrana. Mirë po qëllimi është na ka lejuar, jo më urdhër se mesu mbi meste nuk është obligim. Është lejuar, nganjëherë mund të kon më I mirë se sa larë konve, nganjëherë larë konve me kon më vlefshme, varësisht për gjendjeve, këto e kam sqaruar edhe në disa dersa që ku fol për mesu mbi meste. Por thot ai na urdhëronte, domethënë urdhër jo obligativ, kur ishim në them që të mos I hiqnim mestet tona për 3 ditë për 3 natë. Që do të thotë se kozgjatja e mesteve mbi meste, mesut mbi meste është 3 ditë të 3 natë për udhëtarin, ndërsa për vendasin 1 ditë e 1 natë në që ka në hadithet e tjera. Përveç se në rast të gjunub dhukut, domethënë kur njeriu bëhet gjunub, kur bëhet I pavastër, atëherë duhet gjithsesi mi zbath mestet, mi hjek mestet, sepse nuk vlen mesu mbi meste kur njeriu është gjunub. Mirë po thot, ndërsa për shkak të nevojës së madhe urinimit dhe gjumit, nuk është e nevojshme që ti hjeku mestet. Domethënë, mundemi në këtë periudhë vetëm 3 ditë dhe 3 natëve me dhon mes, edhe pse kemi dalë në domethënë kemi kryer nevojat fiziologjike dhe ose në ka marrë gjumi. Kjo është domethënë çka I ka tregu Safani ibn Asali rreth asaj se cili është hukmi mbi meste dhe çka ka dëgjuar rreth kësaj çështje nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E sa përket mesut mbi meste ka shumë aty rregulla, mirë po është një çështje që është prej shenjave të dalluese të ehlusunetit, që pranojnë mesun mbi meste dhe kanë ardhur hadithe mutawatira, hadithe të shumta në numër, bile Imam Ahmedi ka thonë nuk kam asnjë farë dyshimi rreth mesun mbi meste, sepse ka hadithe të shumta nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 40 hadithe dhe më shumë. Bile është transmetuar nga Hasan Basriu që ka thonë se këtu ka rreth 90 hadithe ose 70 ose 90 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Bile disa prej dietarëve kanë përmendur në librat e tyre që I kanë përpiruar rreth akides, sepse në këtë kanë dashur me I kundërshtu disa prej fraksioneve sikur se Rafidhat, të cilët nuk e kanë pranuar meshun mbi meste. Pastaj vazhdon hadithi, thot e kanë pyet Safwan ibn Asalit, "Hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an?" A ke dëgju pejgamberin a ke dëgju diçka ose a ke dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke përmendur rreth dashurisë, diçka lidhur me dashurinë? Ka thonë po. Edhe këtu Safwan ibn Asalit tregon, thotë, "Kunna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi safar. فبينما نحن عنده إذ ناداه أعرابي بصوت له جهوري يا محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من صوته ها فقلت له ويحك اغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهيت عن هذا فقال والله لا أغضض قال الأعرابي المرء يحب القوم ولما يلحق بهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة. Pastaj thash Zer ibn Hubejshi, pastaj thash Safwan ibn Asalit, a ke dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka rreth dashurisë? Ka thonë po. Thotë ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në një udhtim edhe erdhi një beduin. Ndërsa ishim pranë tina, thotë erdhi një beduin edhe thiri me një zë shumë të lartë o Muhammed. Se beduinët kanë qenë që nuk kanë pas edeb
me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka janë tu jashtë qytetit edhe jashtë, domethënë vendit, edhe kanë qenë më të ashpër. Dhe kur kanë ardhur në disa prej tyre edhe nuk kanë ditë çu mos sill me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kë tregon se ai e thirrë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me Zot nalt, o Muhammed. Nuk e tha ja Rasulullah, e tha ja Muhammed. Atëherë thot, unë i thash, para kësajna thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj me 20 të parafort me të tin. Ja, unë jam më thuaj. Dhe atëherë thot, i thash atina beduinit. Mirë për ty ule zërin, sepse je pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe je ndaluar nga ngritja e zërit para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Siç ka në ajet kuranor. Ja ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawl. Thot Allah azza wa jall, ajet e cilat kemi mësuar, mos ngritni zërin juve para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. An tahbata a'malukum antum la tash'urun. Sa është rrezik me ju shkatru, me ju azhësu veprat e juve, ndërsa ju nuk e hetoni ato. Domethënë ka ndaluar Allah azza wa jall sahabët, njerëzit që kanë jetuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ose që kanë ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ngrit zonën në prezencën e tij. Wala taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da. Edhe mos ajeti tjetër kuranor, mos e bëni thirrjen pejgamberit alayhis salam sikurse që e thirrnin njëri tjetrin. Domethënë, po ky i ka thonë je urdhëruar me ul zonën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot ul zonën. Thot vallahi betejmë në Allah se s'ka me ul zonën. Domethënë beduin s'po do me ul zonën para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ka pas zemrën e mirë ky beduini. Thot dhe pastaj ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, a është njeriu me ata që i do, edhe pse nuk është me që nuk ka çast veprat sikurse të tjerëve, a është njeriu me ata që i do, edhe pse ende nuk është bashkuar aty në vepra. Kjo është sikurse një hadith tjetër që ka ardhur nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë el mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Njeriu do të jetë me ata që do ditën e Kiametit. Njeriu do të jetë me ata që e don ditën e Kiametit. Edhe Anas ibn Malik u thotë nuk kena gëzu pas pranimit të Islamit me diçka, sikurse kjo fjalë që ka ardhur njeriu është me ata që ka don, sepse na e dojnë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse si kena vepra të mëdha, mirë po dëshirojmë me kon shoqërim të atina që e dojna. Domethënë shoqërim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë po, njeriu ka më qenë ata që ka don ditën e Kiametit edhe pse nuk i ka vepra të çaq. Për këtë arsye për kësaj pjesë të hadithit nxirret se njeriu do të mi dasht njerëzit e mirë, do të mi dasht pejgambert Allahut azza xal, do të mi dasht njerëzit e devotshëm, dietart. Përndryshe nëse i urren ata, e fol keq për ta, është rrezik që më u bashku ose më ngjall nesër ditën e Kiametit me ata të tjerë. Uhshuru alladhina zalamu azwajahum. Të bëni ata të cilët janë kon kriminale, mizor, me ata shokët e tyre. Domethënë secili ka mund ngjall me shokën e vet. Ai i cili zullumçari me zullumçarin, jo besimtari me jo besimtar. Për këtë arsye ai i cili i urren besimtarët, edhe nuk i dën ata, është rrezik më ngjall me ata të tjerë. Për këtë arsye pastaj thot, vazhdoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregonte, ky është ajo pjesa ku ka përdorur Nawawiu këtë domethënë këtë hadith pse ka sjell në kapitullin e pendimit, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vazhdoi të na tregonte derisa përmendi një derë nga ona e perëndimit, gjerësia e cilës është sa një udhim për 40 ose 70 vite. Është një derë, njëri për transmetuesi thotë Sufjani ka thënë është nga ona e Shamit. Allah azza wa jalla krijoi atë derë ditën kur e krijoi qiellin dhe tokën. Edhe është e hapur për pendim dhe nuk do të mbyllet derisa dielli të lind prej saj. Thotë, domethënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se është një derë që Allah azza wa jalla ka krijuar atë ditë kur e ka krijuar qiellin dhe tokën dhe është shumë e gjerë kjo derë. Është shumë e gjerë, është ka ona e perëndimit sa 40 vite apo 70 vite. Nëse vim edhe bën një matematik, për shembull 40 vite. 40 vite udhtim me deve. Sepse nëse i marrim ato farë masat domethënë asaj kohe të udhimit, domethënë mesatari sa i bën një deve për një ditë edhe për një natë, i bën 40 kilometra. Tash her 354 ditë se hënor plus her 40, nëse marrim këtë pjesën më
më të vogël, 40, i bjen se kjo derë, gjerësia e kësaj dere është 566.000 kilometra, 566.400 kilometra. Në qoftë se bëhet me 70, atëherë edhe më e madhe. Që do të thonë, perimetri i tokës ose diametri i tokës është shumë më i vogël se sa kjo. Që do të thonë është derë shumë e madhe, që Allahu Azza wa Jalla e ka kriju edhe ka kriju për dhe ka lënë të hapur për pendim për ata të cilët dëshirojnë me u pendu dhe nuk do të mbyllë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa dielli të lind prej saj. Derisa dielli të lind prej perëndimit. Domethënë pe këtina hadithit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mundë me i përmend disa prej aty në dobive të hadithit se njeriu, këto e përmendëm edhe pak më herët, njeriu kur ka ndonjë problem, ndonjë çështje që e mundon ata, duhet më shku me pyet, jo me mbajt në vetveten e tina, me shku me pyet edhe me gjetë përgjigjen. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmend se njeriu, domethënë duhet me kërku përgjigjen dhe ai duhet më shku te ai kompetenti. Dhe ka përmendur ose ka kërcënuar nga ata të cilët japin përgjigje pa pasur detyri. Dhe është hadithi i njoftër i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur disa njerëz kanë qenë në udhtim dhe dikush është plagos dhe dikush ai i cili është plagos është zgjuar në mëngjes duke qenë xhunub dhe ka kërkuar fatva nga shokët e tij dhe i kanë thënë ata se jo gjithsesi do të mulas, ka kurfar lehtësimi për ty. Atëherë i kanë thënë atina se dohet me ula gjithsesi dhe ai për shkak të larjes ka vdek. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë qatalahumullah. Kanë i vraftë Allah azza wa jall pse s'kan pyet. Kur domethënë sepse shifa'ul 'ayyi as-su'al. Mjekimi i padotërisë është pyetja. Po ashtu në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmendon pak a shumë se ky përmend disa prej rregullave të meshut mbi meste. Çështja tjetër i përmendëm shumë prej gjërave, ndoshta prej atyre që meritohen të përmend është prej çështjeve të rëndësishme të fesë tonë është lehtësimi. Sepse ka ardhur lehtësimi sa i përket meshut mbi meste. Për këtë arsye duhet të shpalos edhe me tregu njerëzve për lehtësimin që përmban kjo fe. Se shumë njerëz mendojnë se kjo fe është e vështirë, e ka pranga, e ka gjëra të vështira, është vështirë me marrë fen. Më ka thënë se ka lehtësime të mëdha në këtë fe. Njëri prej atyre dukurive ose manifestime të lehtësimit të fesë është edhe meshu mbi meste. Që njeriu edhe pse s'ka nevojë nganjëherë mundet me dhënë mesteve ose edhe sharapave, ato kushtet e tyne që i kemi përmendur ose që kanë përmendur dietarët, mirë po është një prej lehtësimeve të fesë tonë. Është një prej lehtësimeve, po ashtu prej cilësive të thirrësit, është edhe butësia. Se ky beduini ka ardhur edhe me zot nalt. Edhe ka pas ndalume. Ky plus Safani ibn Asali ka thonë e ki ndalume ulezonin që s'ka pranuar. Po megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është sill botme me ata, në mënyrë që me afru zemrën e tij. Dhe cilësisë pra të thirrësit është me koni but me ata cilët i thret se për ndryshe mund më largu prej tina. Edhe çështja tjetër është ajo që përmendëm se njeriu do të mi dash njerëzit e mirë, njerëzit e devotshëm, njerëzit dietarët e ibadetxhitë në krye me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, domethënë pejgamberin alayhis salam do të më dash. Sepse nëse nuk i don këta flet, o e urren as të rrezik me u ringjall me të tjerat. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.